Përshëndetje shikues të nderuar të emisionit Economics. Mirë se po takohemi në këtë edicion të ri, ku do të vazhdojmë me serinë e dytë të transmetimit të storieve të realizuara në kuadër të bashkëpunimit të RTK-s me Ernon, shkëmbimi rajonal i lajmeve në Eurovision në projektin Pamje e shpejtë e BE-s, historitë e zgjerimit. Në këtë edicion, në storin e realizuar nga RTK, do të trajtojmë investimin e bizneseve prodhuese në instalimin e paneleve solare, përfitimet nga energjia ripërtritshme, dritarën e gjelbër të Fondit Kosovar për Garanci Kreditore, fondet të BE-s të dedikuara për eficiencë e energjisë dhe vetëdijsim të përdorimit të energjisë ripërtritshme. Po ashtu do të kemi storit të cilat janë realizuar për reformat e Shqipërisë si kusht për përfitim nga plani i rritjes së BE-s, largimin e varësisë së Moldavisë nga burimet e energjisë të Rusisë, rritjen e eksportit të mallarave të Bosnjës dhe Hercegovinës në tregun e Bashkimit Evropian, përfitimet e Maqedonisë së Veriut nga antarësimi i saj në SEPA, pra zona e vetme e pagesave në euro, si dhe përfitimet e Malit të Zi në investimet në rindërtimin e një termocentrale atje. Qëndroni me ne. Bizneset prodhuese në Kosovë kanë filluar me intensitet më të madh që të investojnë në instalimin e paneleve që prodhojnë energji nga burimet e ripërtritshme. Kjo për disa arsye, e para se çmimi i energjisë është ngritur pas kalimit të tyre në tregun e hapur, pastaj nga viti i ardhshëm do të fillojë taksa e karbonit në tregun e BE-s dhe kështu do të kenë përparësi në plasimin e produkteve të tyre në këtë treg nëse prodhojnë energji nga burimet e ripërtritshme, por edhe për arsye të tjera. Bizneset në vend që shesin panele të tilla thonë se programet e BE-s dhe ato qeveritare kanë ndikuar shumë në vetëdijsimin e bizneseve për përdorim të burimeve të ripërtritshme. E në Kosovë janë disa institucione që merren me këtë çështje, si Fondi Kosovar për Garanci Kreditore dhe Fondi Kosovar për Eficiencë e Energjisë. Të ndjekim storin në vazhdim për të mësuar detaje. Bujar Reka është pronari një fabrike që prodhon gypa metalik që nga viti 2005. Ai thosë se ka rreth 60 punëtorë dhe eksporton në shtetet e rajonit dhe në disa të Bashkimit Evropian. Reka thekson se energjia është bazë e prodhimit dhe për këtë arsye kanë instaluar edhe panele solare, duke marrë për bazë edhe rritjen e çmimit të energjisë viteve të fundit. Na posedojmë afërsisht 1.5 megawatt solare të instaluar në objektet tona, ku është një ndihmës shumë e madhe për ne, duke marrë parasysh që tash kam rritë çmimet e rrymës shumë lart, ku po na pengon edhe rryma kryesisht me eksportu në vende të tjera, se vendet e për shembull Serbia, Shqipëria dhe Maqedonia nuk e kanë këtë tokë që kemi në atë rrymës ose këtë kosto. Ai thekson se janë duke rritur prodhimin e energjisë nga panele solare, pasi kjo do t'i bëjë më konkurrent edhe në tregun e BE-s. Nëse na sot kemi 1.4 dhe po mendojmë me shku te 2.6 megawatt solare, po mendojmë dikon 75 ose 76% të prodhimit konsumit ton ta prodhojmë vetë. Që është fati jonë, mundi me thonë se që nga viti 2026 Bashkimi Evropian ka vendosur një toks karbonit, ku nëse ne kemi panele solare dhe kemi një pjesë të madhe të energjisë ku e prodhojmë vetë, toksat për mallna tona do të jenë shumë të favorshme për ne në Bashkimin Evropian. Gjevat Muqa është pronari një kompanie që shet panele për energji të ripërtritshme që nga viti 2007. Ai thekson se mira bizneseve në Kosovë u kanë instaluar sisteme të tilla dhe se fal programeve të qeverisë dhe Bashkimit Evropian, viteve të fundit ka pas rritje të vetëdijes së bizneseve për përfitimet nga instalimi i paneleve solare. Kanë ndiku mjaft shumë për shkak se ata kanë pas projekte të ndryshme dhe nuk kanë ardhur këtu vetëm për të investuar, por kanë ardhur këtu për na kanë organizuar trajnime të ndryshme Bashkia Evropiane, ku ne kompanitë apo kompanitë që kanë investuar e kanë pa përmes aty në projekte sa më rëndësi është instalimi i sistemit solar. Dhe këto na kanë ndihmuar mjaft shumë sepse klientë tanë kanë qenë të përgatitur për një sistem të tillë. Muqa thekson se nga viti 2016 në Kosovë ka filluar që të rritet shumë numri i kompanive që kanë instaluar sisteme të tilla. Unë mendoj 2016 ka qenë një vit që tek kompania jonë është vrejt me të madhe, ku ne në atë vit jemi shpall shitës më i mirë i vitit në Austri tek firma Zonën Krap, ku aty kemi bërë jashtëzakonisht shitje të mëdha, ku edhe ata kanë qenë të papërgatitur dhe ne kemi qenë të papërgatitur dhe unë kam pa që prej vitit 2016 e këndej atëherë është bën një kthim jashtëzakonisht i madh në sistemin fotovoltaik, sepse deri në atë kohë kemi punuar shumë me sistemin termik,
Përfitimet janë jashtëzakonisht mëdha, duke filluar prej familjes private, edhe te bizneset, sidomos te bizneset tashmë që kanë kaluar biznesin në treg të lirë. Në rast se një kompani e ka dimensionuar mirë një projekt dhe ka përgatitur mirë, deri në 80-90% mund ta llogaritë secili biznes që mund të ketë përfitim nga paneli fotovoltaik. Në Kosovë janë krijuar disa institucione ndër vite që kanë qëllim rritjen e mundësive për bizneset për energji të ripërtritshme. Njëri ndërta është edhe Fondi Kosovar për Garanci Kreditore, e cila ka dizajnuar dritare të veçantë për energji nga burime të ripërtritshme. Fondi Kosovar për Garanci Kreditore është themeluar vitin 2016 me mision adresimin e qasjes në financa si njëra nga barrieret për zhvillimin e ndërmarrësisë private në Kosovë. Ne kemi dritaren për investimet të gjelbërta, është dritare që është mbështetur nga Banka Gjermane për Zhvillim e Kapital, si dhe nga MCC në kuadër të programit Compact. Deri më tani nga kjo dritare janë garantuar dikun 8 milion euro dhe kanë përfituar dikun 38 investime, ndërmarrje private faktikisht, dhe investimet kanë qenë në pajisje që rritin efikasitetin e energjisë, si dhe pajisje që gjenerojnë energji nga burime të ripërtërishme. Berisha thot se donatorët kryesor të fondit janë shtetet e BE-s dhe fondet të saj. Tani fondi ka arritur një milestone shumë të rëndësishëm gjatë historisë ekzistencës së tij. Ka garantuar 1 miliard euro vlerë kumulative të kredive së bashku me bankat partnere financiare që nga viti 2016 deri më tani. Përveç këtij fondi, Kosova ka krijuar edhe Fondin Kosovar për Eficiencën e Energjisë në vitin 2018, e cila ka synim investimet për eficiencën e energjisë dhe uljen e konsumit të saj. Fondi fillimisht është themeluar në partneritet me Qeverinë e Republikës Kosovës, Bankën Botërore dhe Bashkimin Evropian. Të tri këto palë kanë kontribuar me buxhet për kapitalin themeltar të fondit. Ky buxhet fillimisht ka qenë rreth 20 milion euro, i dedikuar për renovimin e ndërtesave publike në Kosovë në pronësi të komunave. Me këto 20 milion euro janë bërë dikun 86 objekte publike janë renovuar në Kosovë pas aplikimit që kanë pas komunat e Kosovës. Pas kësaj kemi filluar në vitin 2023 me testimin edhe investimin në eficiencën e energjisë për sektorin rezidencial. E për këtë Bashkimi Evropian ka ndarë 20 milion euro përmes pakos për energji që ja ka dhëruar Kosovës për investime në shtëpi individuale, ndërtesa banesore sociale. Rrjedhimisht sipas kësaj dikun 40 milion ka arrit buxheti, e pastaj qeveria në fund të vitit 2023 na ka dhënë edhe 5 milion euro të tjera grant për renovimin e 17 objekteve të tjera publike sërish në pronësitë komunave. Kjo e ka dërguar buxhetin e fondit dikun në 44-45 milion euro. Hetemi thosë se Bashkimi Evropian ka kontribuar me rreth 30 milion euro në tërësi për projektet e fondit. Shumë shpejt gjatë vitit të ardhshëm, në momentin kur projekti i ri ratifikohet në kuvend, buxheti i fondit pritet të kalojë mbi 120 milion euro, për gjatë 5 viteve tashme pritet implementimi i projektit me EBRD, kësaj edhe kthimet ndaj fondit përmes skemës kthyese që vjen nga përfituesit, këtë rast komunat e Kosovës, rritet intensiteti dhe multiplikacioni i investimeve të tilla të njëjta që do të ndodhin gjatë viteve në vijim. Sipas strategjisë qeveritare, në Kosovë synohet që deri në vitin 2031 të instalohen 1600 MW energji të ripërtritshme. Në vitin 2024 u nënshkrua edhe marrëveshja për ndërtimin e parku solar për 100 MW pas një ankandi të hapur dhe do të ndërtohet nga një konsorcium me kompani vendore dhe ndërkombëtare. Kalojmë tani në temat të realizuara nga shtetet e tjera të cilat në fokus kanë ndikimin e fondeve të Bashkimit Evropian në sektor të ndryshëm. Reformat mbeten kushti kryesor për integrimin e Shqipërisë dhe Ballkanit Perëndimor në BE. E për të përfituar nga plani i rritjes, Shqipëria duhet të përmbush 31 reforma deri në vitin 2027 në shumë sektor. Të ndjekim materialin e përgatitur nga televizionet shqiptar. Reformat mbeten kushti kryesor për integrimin e Shqipërisë, ashtu si dhe të rajonit të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Për të përfituar nga plani i rritjes së BE-s për rajonin, vendi duhet të përmbush 31 reforma deri në vitin 2027 që mbulojnë sektorët e drejtësisë, administratës publike, klimës, arsimit, infrastrukturës dhe teknologjisë. BE-ja e ka shumë thelbësore reformat, agjendën e reformave të drejtësi,
Ju dini shumë mirë që një nga agjendat kryesore të reformave ka qenë reforma drejtësisë, e cila padyshim për vitesh ka qenë në zbatim e sipër. Eksperti Lazimi thekson se fondet e BE-s janë fokusuar jo vetëm në drejtësi, e konsideruar si themra e akilit e procesit të integrimit, por edhe në sektor të tjerë si infrastruktura, energjia e gjelbër dhe bujqësia. Besoj ka qenë rëndësishme një pjesë e kredive dhënë për infrastrukturën rrugore, sikurse kredi dhënë edhe për një pjesë të investimeve në rikonstruksionin e shkollave. Ka pasur projekte tjerë që janë të bëjnë me usjes kanalizimit. Kryenegociatoria Malinda Dhuka deklaroi se Shqipëria po avancon me ritëm të qëndrueshëm drejt BE-s. Në këtë buxhet është konsolidimi i mëtejshëm i reformës në drejtësi, është përgatitja e ekonomisë shqiptare, sektorëve të ndryshëm të saj, energjisë, transportit, bujqësisë, sektorit digjital, telekomunikacionit e të tjerë për tregun e përbashkët të Bashkimit Evropian. Opozita vazhdon të shpreh shqetësimin se qeveria nuk ka kapacitet të mjaftueshëm për të absorbuar fondet e BE-s, duke u fokusuar shpesh vetëm te asistenca teknike që ofron Unioni. Të angazhohet jo me asistencë teknike. Ka qenë fatkeqësi që samit mbas samiti, Shqipëria ka qenë pa aftë që të përfith projektet. Eksperti Lazimi thonë se fondet e BE-s kërkojnë menaxhim të kujdesshëm. Ne kemi raste konkret të projekteve të cilat janë problematike në fushën e bujqësisë, që dinë shumë mirë që ka pasur një pezullim të fondeve të IPARD-it. Duhet të jenë një mësim, fondet e BE-s në vazhdimsi janë fonde që nuk vinë thjesht falas, nuk vinë pa kërkesë llogarie. Problemi me fondet e IPARD-it ishte korrupsioni, ishte një skem korruptive e ngritur që e pezulloi Shqipërinë nga aksesi këtyre fondeve me 112 milionë euro. Në nëntor 2023, Bashkimi Evropian miratoi një plan të ri rritjeje për 6 vendet e Ballkanit Perëndimor. Shqipëria është pjesë e këtij procesi transformues, por suksesi do të varet nga ritmi i reformave dhe menaxhimi i çdo euroje evropiane që hyn në vend. Emali Zi është duke rindërtuar termocentralin Plevlia, ku po investohen 70 milion euro. Rindërtimi do të mundsojë reduktimin e ndikimit negativ në cilësinë e ajrit, ujit dhe tokës, derisa investimet po shoqërohen me reforma në këtë sektor. Në veri të malit të Zi, në qytetin e Plevljës, po shkruan fjalit e fundit të historisë së re për termocentralin e vjetër. Po përfundohen punimet finale të rindërtimit mjedisor të termocentralit Plevlia, një simbol i zhvillimit industrial. 70 milion euro janë investuar në projektin më kërkues në vend gjatë viteve të fundit. E gjithë kjo me një qëllim. Adaptimi i impjantit me kërkesat e mbrojtjes së mjedisit në përputhje me ligjin për emisionet industriale dhe direktivat e BE-s. Rezultati pritur pas rindërtimit ekologjik është reduktimi i ndikimit negativ të termocentralit Plevlia në cilësinë e ajrit, ujit dhe tokës. Ky projekt përbëhet nga disa sisteme dhe impjante dhe një ndër më të rëndësishmit është impjanti i desulfurizimit të gazeve të tymit. Do ta ulim ndikimin e oksideve të dëmshme të squfurit mbi 30 herë. Kur oksidet e squfurit bien në kontakt me lagështinë në mushkëri, krijohet acidi sulfurik. Në këtë mënyrë dëmtojnë alveola dhe çojnë në smundje kronike të frymarrjes. Hroničnih respiratornih oboljenja. Megjithatë, përfitimi më i madh për Plevljen dhe qytetarët e saj, sa i përket cilësisë së ajrit, do të jetë fakti që oxhagjet individuale do t'i përkasin së kaluarës. Sepse në të kaluarën kemi qenë dëshmitar shumë herë që nga funksionimi i termocentralit, se shkaku dominues i cilësisë së dobët të ajrit nuk është termocentrali, por impjantet individuale të djegjes, pra ngrohësit e qytetit, që kishin mangësi teknike në trajtimin e gazeve të tymit. Rekonstruksioni ekologjik i këtij termocentrali është vetëm një nga projektet e kompanisë kombëtare të energjisë për dekarbonizim në sektorit energjetik. Projektet konkrete tregojnë orientimin drejt bërimeve të rinovueshme të energjisë, duke filluar nga instalimi i paneleve diellore në përqati e deri te projektet e mëdha në hidrocentralin Krushebo, dhe ka edhe më shumë. Punimet në parkun e turbinave me erë Gvozd, për të cilin presim së shpejti kilovatët e parë, po zhvillohen me kapacitet të plot. Negociatat për fazën e dytë në 20 MW shtesja në proces. Sistemet e baterive do t'jenë në fokusin tonë në vitin 2026. Investimet po shoqërohen me reforma, nga miratimi i ligjit të ri për energjinë tek ankandi i parë për impjante solare dhe për shpejtimi i renovimit energjetik. Është finalizuar edhe plani kombëtar i energjisë dhe klimës, dokumenti kryesor për zhvillimin energjetik dhe mbrojtjen e mjedisit. Në periudhën e vijim, fokusi do të jetë tek investimet.
Investicije su nužno potrebne jer mi smo u prošloj godini imali 6%. Investimet janë të domosdoshme pasi kërkesa për energji elektrike u rrit 6%. Çmimi i ulët i energjisë dhe rritja e çmimit të drurit e shymyrit po nxisin qytetarët të ngrohën me energji elektrike. Vitin e kaluar kishim kushtet më të këqija hidrologjike në historinë e Malit të Zi. Tako da imamo i tu svojevrstan izazov. Zyrtarët thonë se janë të gatshëm për të antarësuar në Bashkimin Evropian dhe për të qenë partner i rëndësishëm strategjik. I omogućili građanima povoljne cijene, a pritom Ne duam të tërheqim investime të huaja për ndërtimin e qendrave të dhënave që lidhin teknologjitë e inteligjencës artificiale, fintech, blockchain dhe teknologjitë më moderne në botë. tehnologiju, blockchain tehnologiju i sve ostale tehnologije koje su u trendu trenutno u svijetu. Derisa Mali i Zi po përgatitet për një fazë të re të integrimit evropian, investimet në një ekonomi të gjelbër dhe të qëndrueshme po bëhen një provë kyçe e gatishmërisë. Termocentrali Pljevlja, dikur simboli i ndotjes, sot është simboli i ndryshimit, ndryshim që të çon drejt Evropës. Nga Mali i Zi tani shkojmë në Bosnjë ku do të flasim për eksportet e produkteve të këtij shteti në tregun e Bashkimit Evropian. Rreth 9.5 miliard euro ka eksportuar Bosnja në vendet anëtare të BE-s gjatë vitit 2025. E zyrtarët atje thonë se antarësimin e Bashkimin Evropian, prodhuesit do të kishin më shumë mundësi dhe përfitime. Të ndjekim materialin e përgatitur. Bosnja dhe Hercegovina ka eksportuar mallra me vlerë 9.5 miliard euro në vendet anëtare të BE-s gjatë 9 muajve të parë të vitit 2025. Kjo përbën 73% të gjitha mallrave të eksportuara nga vendi. Sektori i përpunimit të metaleve kryeson, por gjithnjë më shumë kompani nga Bosnja dhe Hercegovina po e përshtasin dhe përmirësojnë prodhimin e tyre për të mundësuar eksportimin në tregun e BE-s. Krenuli smo od tih nekih manjih kuća. Ne filluam me shtëpime të vogla dhe me rritjen e kompanisë u rrit edhe tregu. Tani punojmë në lloje të ndryshme ndërtesash me kërkueset në ndërtimin prej druri. Po ndërtojmë ndërtesa shumë katëshe, salla sportive dhe spitale, sepse investuam shumë në zhvillimin e tregut dhe në certifikime për tregje të ndryshme. Kemi arritur një nivel serioz brenda industrisë së në Evropë. Razvoj cijelog tog tržišta u sertifikate za tržišta. Bashkimi Evropian është tregu më i madh i eksportit për Bosnjën dhe Hercegovinën. Kompanitë vendore eksportojnë një gamë të gjerë mallrash dhe shërbimesh, nga kablo dhe tela, produkte ushqimore, deri te ndërtesa dhe struktura të tëra të montuara paraprakisht. Menaxheri i një kompanie që eksporton me sukses në vendet anëtare të BE-s, Mihailo Stevanović nga Steko Centar, thotë se ata filluan të vegjël, por u rretën një kompani që prodhon madje edhe struktura shumë komplekse, si ndërtesa shumë katëshe, objekte sportive dhe madje edhe spitale. Ai i atribuan suksesin faktit se investuan herët në certifikime të ndryshme. Sipas dhomës së tregtisë së jashtme të Bosnjës dhe Hercegovinës, me antarësimin e Bashkimin Evropian, prodhuesit vendor do të kishin një spektër kryesisht të ri mundësish, nxitjesh dhe përfitimesh. Ndërsa kompanitë vendase po presin që vendi të bëhet antar i BE-s, analistët ekonomik thonë se ato duhet të bashkohen dhe të bashkëpunojnë në mënyrë që të arrijnë tregje shumë më të mëdha dhe potencial më të lartë eksporti. U ekonomskom smislu Ekonomikisht tregu evropian dhe Bashkimi Evropian përbën shtyllën e biznesit tonë dhe të operimit të kompanive vendore dhe tregtisë së jashtme. Dhe në të njëjtën kohë shumica e investimeve në Bosnjë dhe Hercegovinë ende vijnë nga vendet anëtare të BE-s. Kjo do të mundësonte kompanive nga Bosnja dhe Hercegovina të eksportojnë me lehtë dhe me kosto më të ulët të redutoheshin barrierat doganore dhe teknike, dhe të rritej konkurrueshmëria në një treg me më shumë se 500 milion konsumatorë. Upravo iz zemalja članica Evropske unije. Eksportues me përvojë nga vendi theksojnë se gjëja më thelbësore që bizneset vendasit të arrijnë synimin e eksportimit në tregun e BE-s është investimi në fuqi punëtore të kualifikuar dhe produkte cilësore. Korporatat e mëdha janë të vetmet që kanë kapacitet të dorëzojnë produkte finale që mund të rezistojnë konkurrencës së tregut. Ne kemi nevojë për një ndryshim rrënjësor në sistemin tonë ekonomik. Në vendin tonë 96% e kompanive kanë deri në 5 punonjës. Na vrijeme smo krenuli ulagati u... Ne filluam të investojmë në sektorin tonë teknik dhe stafin teknik me kohë. Bëjmë disa hapa me tej, tani kemi konsulent nga Gjermania dhe natyrisht kemi staf inxhinierik jashtëzakonisht të fortë. Imamo jako dobar inxhinierski kadar. Baza kryesore e eksporteve është sektori i përpunimit të metaleve, por edhe industria e drurit. Shumica e mallrave eksportohen në vendet anëtare të BE-s, Kroasi dhe Gjermani, ndërsa të njëjta dy vende, së bashku me Italinë, janë edhe prej të cilave importohet më së shumti. Maqedonia Veriut është antarësuar në SEPA dhe kjo po vlerësohet si arritje e rëndësishme drejt integrimit evropian. Përveç kësaj, antarësimi do të krijojë më shumë mundësi, do të ulin çmimet e transaksioneve,
dhe do të ndikojë në përmirësimin e ambientit për biznes atje. E vendosur në zemër të Ballkanit, një vend me histori të suksesshme bizneset dhe njerëz punëtor, Maqedonia e Veriut ka potencial të fortë për zhvillim. Antarësimin e SEPA është një arritje e rëndësishme shtesë në rrugën drejt integrimit evropian. Ai hap dyrë drejt kursimeve financiare dhe transaksioneve më të shpejta ndërkufitare përmes zonës së vetme të pagesave në euro. Si shteti 39 antar i SEPA-s, vendi gëzon të njëjtat përfitime në sistemin e pagesave si vendet e Bashkimit Evropian. Nisma sjell standardizim, efikasitet, kosto më të ulët dhe automatizim, që nga 7 tetori këtij viti tarifat e larta të transaksioneve i përkasin së kaluarës. Shpejtësia e pagesave pa para në dorë në sistemin evropian të pagesave është reduktuar nga disa ditë në vetëm disa orë. Antarësimi në SEPA është një nga prioritetet në planin e rritjes për vendet e Ballkanit Perëndimor. Integracijata në našата zemlja vo SEPA. Inkuadrimi i vendit tonë në SEPA ka një dimenzion të fortë politik dhe ekonomik, pasi paraqet përfshirjen e parë të vërtetë në infrastrukturën financiare evropiane dhe një konfirmim të përputhshmërisë së rregulloreve tona me standardet evropiane për ekzekutimin e pagesave, madje para antarësimit në Bashkimin Evropian. Ky sukses i madh është rezultati i vizionit të Komisionit Evropian dhe trupave të tjera relevante të BE-s për zgjerimin e SEPA-s në Ballkanin Perëndimor, por edhe përkushtimi i vendit të rajonit, përfshir edhe tonin në procesin e integrimit rajonal dhe afrimit me tregun e vetëm evropian. Georgina, një studente në Lubljan të Slovenisë, shpesh merr euro nga familja në llogarinë e saj bankare. Për 500 euro të dërguar përmes bankimit korrespondent, prindrit e saj paguanin rreth 25 euro. Me SEPA, tarifa u ul 6 fish dhe shumë mbërrin për rreth një orë. Kursimit të rëndësishme në buxhetin familjar, thotë Jati. Ai vezotron një kompani ku transaksionet e huaja janë pjesë e përditshme. Për një transfer prej 20.000 eurosh ai paguante 4.750 denar, ndërsa tani vetëm 570. Për pagesat hyrëse, tarifat janë pothuajse 3 fish më të ulta. Pagesat janë thjeshtësuar, koha dhe kostot janë reduktuar sipas sektorit të biznesit. Kjo do të thotë efikasitet më i madh dhe çështje më e fortë në tregjet evropiane. Konkretni të instrumenti ku shënjeg i bara me sodecez dhe një godin desetit si godin unazat. Mjetet konkrete që kemi kërkuar prej dekadash përfshir këtë janë kyçe për suksesin e kompanive, sepse ulin kostot dhe kështu rritin forcën e tyre dhe potencialin për të qenë konkurrues në tregjet e huaja. I potencial za da bidat konkurent në inostranskët e pasarit. Bankat vendase u bën pjesëmarrëse të drejtë për drejta në sistemet evropiane të pagesave. Ato fituan mundësinë të shmangin marrëveshjet komplekse korrespondente përmes të cilave transferonin fonde për klientët e tyre, të cilat ishin të ngadalta dhe të kushtueshme. Ne kemi prezantuar stimuj tarifor për urdhrat elektronik duke inkurajuar klientët të bëjnë pagesa përmes kanaleve digjitale në vend të sportelit, gjë që përbën një impuls të rëndësishëm në transformimin e përgjithshëm digjital. Sipas vlerësimeve të Bankës Botërore, remitesat nga diaspora e madhe e Ballkanit Perëndimor në vendet evropiane përbëjnë deri në 15% të bruto produktit vendor të rajonit. Kostot arrin në 6 deri në 7%. Me SEPA, ato pritet të përgjysmohen. Ministria e Financave ka punuar shumë gjatë periudhave të fundit për të harmonizuar pjesë të kuadrit ligjor për të mundësuar antarësimin në SEPA. Ne ndryshuam dhe përshtatëm ligjin për parandalimin e pasrimit të parave dhe financimin e terrorizmit dhe ligjin për shërbimet e pagesave. Në këtë mënyrë ofrojmë mundësi për kompanitë dhe qytetarët Maqedonas. Do të thoja se përfitimi më i madh do të jetë për kompanitë mikro dhe të vogla, të cilat do të mund të kryejnë pagesa jashtë vendit në rreth 40 vende me kosto shumë më të ulët se sot. Banka Kombëtare e Maqedonisë së Veriut po i bashkohet projektit rajonal për pagesa të menjëhershme, klonit TIPS, në përputhje me planin e veprimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Работиме на имплементација на регионалниот проект Клонот. Ne po punojmë për zbatimin e projektit rajonal Klonit TIPS, një platformë e re për pagesa të menjëhershme në denar dhe euro, e cila do të mundsojë pagesa brenda sekondave dhe lidhje më të mira rajonale me vendet e Ballkanit Perëndimor, si edhe me tregun evropian. Ky është një hap kyç drejt pagesave edhe më të shpejta, më të thjeshta dhe më të lira, si kapitulli i radhës i procesit të integrimit të vendit tonë në rrjedhat evropiane të pagesave dhe financave më të gjera. Për diasporën maqedonase, transferta më të lira dhe më të shpejta për familjet e tyre. Për bizneset, kosto më të ulta, siguri dhe parashikueshmëri në pagesa. Për qytetarët, transferta euro me më pak ndërmjetës dhe shpenzime. SEPA është përfitimi ynë real edhe para antarësimit në BE.
Emisionin e vazhdojmë me kronikën nga Moldavia. Deri në vitin 2022, Republika e Moldavis ishte e varur nga burimet energjisë të Rusisë, e që kjo është përdorur edhe si mjes shantazhi nga ky shtet. Në vitin 2022, Moldavia bashkë me Ukrainën u shkëputën nga sistemi elektrik Rusi-Bielorusi dhe u lidhën me sistemin e ENTSOS. Të ndjekim detajin në vazhdim. Rrethi Rashqani ndodhet në veri perëndim të Republikës së Moldavis dhe përfshin 2 qytete dhe 53 komuna e fshatra. Shumë prej këtyre vendbanimeve janë modernizuar fal fondeve evropiane, përfshirë ato të investuara përmes grupit të veprimit lokal, Drumul Gospodarilor, i cili është pjesë e iniciativës evropiane Lider. Integrimi evropian për ne do të thotë ngritja e kushteve tona të jetesës në standardet evropiane. Do të kemi rrugë të ndërtuara sipas standardeve evropiane, trotuare të shtruara, sisteme furnizimi me ujë dhe cilësi ujit që plotëson kërkesat e BE-s. Do të kemi shërbim ambulant që arrin me kohë dhe është i pajisur sipas standardeve evropiane. Aleksandro Krigan theksoi se ky grup ka zbatuar 10 projekte si renovimi i gjimnazit të qytetit Rashqani dhe qendrës së shërbimeve sociale, ku 22 të moshuar marrin kujdes. Afaristi Vladimir Serigov është gjithashtu përfitues i granteve evropiane të ndara përmes grupit të veprimit lokal. Fali investimeve të tij dhe 3 granteve në total prej 200.000 lei, Vladimir zgjeroi biznesin nga 3 në 22 sera, duke krijuar 6 vende të punës të përhershme dhe 15 sezonale. Granti i parë, kur sapo kishim filluar dhe kishim serat e vogla, na ndihmoi Gali të blinim një kultivator të pazakontë ndërreshtor. Ai e punon tokën shumë mirë dhe barërat e keqia nuk rriten për një kohë të gjatë. Granti i dytë erdhi kur ndërtuam serën toksore dhe Gali na ndihmoi të blinim një bojler të madh. Herën e fundit kur ndërtuam një kompleks prej 10 serash, Gali na ofroi gjithashtu 100.000 lei për mbulesën plastike dhe strukturat metalike. Si në Rashqani, ashtu dhe në shumë rajone të tjera të vendit ka ndodhur ndryshime të mëdha. Janë ndërtuar rrugë, është instaluar ndriçimi publik dhe janë renovuar shkolla e qerdhe. Megjithatë, për të mbajtur njerëzit në zonat rurale nevojiten ende shumë reforma. Deri në vitin 2026, qeveria në Kishinau planifikon të zbatojë reformën administrative. Sipas Viorel Furduj, drejtor ekzekutiv i Kongresit të Autoriteteve Lokale të Moldavis, reforma është e nevojshme, por duhet të realizohet në mënyrë transparente dhe e orientuar drejt të mirës së njerëzve. Reforma administrative sjell shpresë në këtë mënyrë do të krijojmë kushtet e nevojshme për të ndalur migrimin nga qytetet dhe fshatrat tona dhe për të motivuar shtetëtarët që kanë shkuar jashtë vendit të kthehen në shtëpi, të punojnë këtu dhe të kontribuojnë në zhvillimin e vendit. Të reforma të tjera që pritet të ndikojnë në zhvillimin e vendit lidhen me infrastrukturën dhe ndërlidhjen. Çelësi i zhvillimit të suksesshëm të infrastrukturës është ndërlidhja e sistemit tonë rrugor, hekurudhor, detar, ajror dhe të transportit të madrave me të gjithë rrjetin e infrastrukturës së Bashkimit Evropian. Për dekada, Republika e Moldavis ka qenë e varur nga burimit e energjisë së Federatës Ruse, të cilat janë përdorur si mjet shantazhi. Kjo situatë vazhdoi deri në vitin 2022. Në mars të vitit 2022, kur lufta sapo kishte filluar, së bashku me Ukrainën, arritëm të shkëputemi nga sistemi elektrik Rusi-Bielorusi dhe të lidhemi në sistemin ENTSOS. Kjo na lejoi të mbetemi të pavarur sa i përket importeve të energjisë elektrike dhe të kemi furnizim të qëndrueshëm gjatë bombardimeve. Kristina Peretatsu, sekretare shteti në Ministrinë e Energjisë, thosë që nga janari 2025, Moldavia ka ndalur importin e gazit nga Rusia dhe deri në vitin 2027 pritet të lidhet plotësisht me tregun evropian të energjisë elektrike. Kemi linjën e tensionit të lartë Vulçanesti-Chisinau, e cila është drejt përfundimit dhe është projekti i parë i madh i energjisë elektrike. Duhet të ndërtojmë edhe 2 linja të tjera të tensionit të lartë, Balti-Suceava dhe Strasheni-Gutinash. Programi e reformave për vitin 2025-2027 në Republikën e Moldavis përfshin 56 reforma dhe 153 masa konkrete të synuara për rritjen e konkurrentshmërisë ekonomike, zhvillimin e infrastrukturës, garantimin e sigurisë energjetike dhe promovimin e digitalizimit. Të gjitha këto reforma mbështeten financiarisht përmes planit të rritjes së Bashkimit Evropian për Moldavin.
Shikues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë emision. Faleminderit shumë që na ndoqët, deri të martën e ardhshme. Mirëmbëngjes.